Ta e vëllezër preferohet të agjërohet sidomos dita e Arafatit. Dita madhështore e Arafatit. Dita e Arafatit ka një vlerë të veçantë o vëllezër, për shkak se Allahu Azza wa Jall në ditën e Arafatit gëzohet më së shumti. Zbret Allahu Azza wa Jall në qiellin më të afërt të dunjas. Dhe Allahu Azza wa Jall krenohet me robrit e tij të cilët qëndrojnë në fushën e Arafatit dhe thot Allahu Azza wa Jall melekëve të tij, dëshmoni o ju melekët e mi se Allahu Azza wa Jall ua ka shlyer të gjithë dhe këta dhe i ka fal, ua ka shlyer gjunahet dhe të gjithë janë të mëshiruar prej anës Allahut Azza wa Jall. A dini o vëllezër se kush është më i dështuari në ditën e Arafatit? Më i dështuari dhe më i humburi në ditën e Arafatit është ai njeri i cili qëndron në Arafat dhe mendon se Allahu Azza wa Jall nuk do t'ia fal. Ky është ai më i raskapituri, ky është ai më i humburi atë ditë, ai i cili mendon se mëshira e Allahut Azza wa Jall nuk do të kaplon atë.